Përshëndetje. Qysh nga oboret e mbretërve teje të pushtetshëm, ku lajkatari nuk mungonte kurrë, e deri tek zyrat moderne, ku kolegu servil është gjithmonë 2 hapa para shefit, me një kafe në dorë dhe me një buzëqeshje të tepruar në fytyrë, servilizmi i hapur mbetet një nga sjelljet më të përhapura dhe më të përbuzura dhe paradoksalisht më të përdorura për të evoluar socialisht. Po çfarë është në të vërtetë servilizmi? Një mekanizëm i lindur, një strategji e mësuar, apo thjesht një tipar karakteri? Pra le të përgjigjem pyetjes së parë, çfarë është servilizmi? Në psikologji, servilizmi klasifikohet si një formë sjelljeje, në të cilën një individ i nënshtrohet vullnetit, dinjitetin dhe mendimin personal në mënyrë të përsëritur e të vetëdijshme për të fituar pranimin, përfitimet ose mbrojtjen e një autoriteti ose grupi. Ndonjëherë shoqërohet me veshje modeste, zë të ulët, buzëqeshje të stërqatur dhe pranim të çdo mendimi që vjen nga lart. Jo rrallë, servili ka aftësi të jashtëzakonshme për të thënë po, dhe kur gjithçka brenda tij klith jo, sepse mbjetesa, pozicioni apo përfitimi janë më të rëndësishme se vetja e tij. Servilizmi është diçka e lindur apo e fituar? Psikologët në fakt ndahen në 2 kampe. Ata që besojnë se prirja për të nënshtruar autoritetit është e trashëgueshme dhe ata që e shohin si produkt të mjedisit. Sipas studimeve të personalitetit, individët me nivele të larta të neuroticizmit dhe vetvlerësimit të ulët kanë më shumë gjasa të shfaqin sjellje servile. Këto tipare mund të kenë një përbërës gjenetik, por po aq ndikohen dhe nga përvojat e hershme me autoritetin, sidomos me prindrit dhe figurat kujdestare. Një fëmijë që rritet në një familje ku fjala e të rriturit është ligj i padiskutueshëm, ku kritika ndëshkohet dhe përulësia shpërblehet, e mëson lehtë se mirësjellja e tepërt dhe bindja pa kushte janë mënyra të sigurta për të shmangur ndëshkimin dhe për të fituar vëmendje. Kështu që servilizmi nuk lind në maternitet, por fare mirë mund të mësohet që në klasën e parë. Ku mësuesja përgëzon nxënësit që thonë sa bukur jeni kryer sot zysha, ose injoron ata të tjerët kur thotë nuk më pëlqen detyra jote. Servilizmi si mekanizëm mbijetese. Në kontekste ku autoriteti është i frikshëm, i pasigurt dhe ndëshkues, njerëzit shndrohen në figura të përkulura. Regjime totalitare janë mjedise ideale për zhvillimin e servilizmit si mburojë emocionale edhe fizike. Në vende ku çdo gjë që thua mund të përdoret kundër teje, më mirë është të thuash atë që pret shefi apo shefja, partia apo pronari apo pronarja, sesa të shprehësh bindjen personale. Kështu, servilizmi bëhet një strategji mbijetese, jo e bukur, por mjaft efektive. Dhe në jetën e përditshme, njerëzit shpesh bëjnë servil për të ruajtur vendin e punës, për të marrë një rritje page, për të hyrë në një rreth caktuar shoqëror, apo thjesht për mos të rënë në sy. Në një botë ku shpesh vlerësohet më shumë aftësia për të përshtatur sesa integriteti, servilizmi nuk është vetëm i pranueshëm, por shpesh është i suksesshëm. Servilizmi si një tipar i personalitetit. Ka njerëz që janë servil në çdo mjedis, në familje, në punë, në shoqëri. Ata nuk e bëjnë atë nga frika, as nga përfitimi drejt për drejt, por sepse i janë ndërtuar kështu. Personaliteti tipit kënaqës, që kanë një nevojë të thellë për të pranuar dhe për të shmangur konfliktin, shpesh bien sjellje servile dhe kur nuk është e nevojshme. Këta individ kanë një sens të brisht të vetvlerësimit dhe ndjen më të sigurt kur të tjerët i duan ata. Ata preferojnë
të shiten lirë, se sa të refuzohen. Një formë e tillë servilizmi lidhen ngushtë me ankthin social dhe me nevojën patologjike për aprovim. Janë ata që thonë më mirë një po e sëmurë se sa një jo e shëndetshme. A mund të bëhet kushdo servil? Në rrethana të caktuara, po. Askush nuk është imun ndaj tendencës për të përkulur përballë pushtetit, ku në lojë është diçka e rëndësishme, si siguria, statusi, jeta vetjake apo dhe ajo familjare. Dhe njeriu më parimor mund të thyej qafën përballë një drejtori që vendos për të ardhmen e tij. Pra ndonse disa janë më të prirur se të tjerët, askush nuk është plotësisht i paprekshëm. Kjo është arsyeja pse servilizmi është universal. Përndryshe, nuk do të kishte ekzistuar në çdo epokë, fe dhe sistem politik. Po, në çmosh fillon servilizmi? Filizat e parë për servilizmin nisin herët, shpesh në fëmijëri. Një fëmijë që shikon se të qeshurat e egzageruara ose të shtirura ndaj një batute pa krip të gjyshit, shpërblehet me një çokoladë. Mëson se aktet sjellin përfitim. Në adoleshencë, servilizmi shfaqet në nevojën për të pranuar në një grup. Për shembull, edhe unë e dua këtë melodi, këtë muzikë, por në fakt nuk e duron dot. Dhe ky është servilizmi shoqëror. Në moshë madhore, servilizmi bëhet më i sofistikuar, më i paketuar, si etika e bashkëpunimit, komunikim diplomatik apo menaxhimi i marrëdhënieve. Kjo e bën edhe më të vështirë për ta zbuluar dhe për ta luftuar. A do të zhduket ndonjëherë servilizmi? Jo. Derisa të ekzistojë hierarkia, autoriteti, frika, dëshira për të pëlqyer dhe përfitimet që varen nga pëlqimi i të tjerëve, servilizmi do të mbijetojë si forma më e vjetër e aktrimit. Mund të ndryshojë mënyra të shprehjes, nga përkulja fizike tek lajket virtuale, por esenca mbetet e njëjtë. Shpresa e vetme për të kufizuar përhapjen e tij janë edukimi, që nxit mendimin kritik, kultura që vlerëson autenticitetin dhe struktura shoqërore që shpërblen integritetin dhe bindjen. Në të kundërt, servilizmi do të vazhdojë të lulëzojë madje me fytyra më të qeshura, më të edukuara dhe më shumë follower në Instagram. Së fundit do të thosha se servilizmi nuk është as plotësisht i lindur, as thjesht i fituar. Është një përzierje e të dyjave, merë mbijetese, ndjeshmëri e karakteri dhe ndikim mjedisor. Nuk është vetëm çështje morali, por është edhe çështje adoptimi. E megjithatë, në një botë që ka nevojë për më shumë zëra të sinqertë dhe më pak aktor që thonë atë që duhet, servilizmi mbetet një sëmundje karakteri që ndonse shpesh e shpërblyer, duhet të diagnostikohet, kuptohet dhe kur është e mundur, të kapërcehet. Sepse një po që lind nga frika nuk është kurrë e sinqertë dhe një njeri që gjen kuptimin në servilizëm është duke humbur veten për çdo përfitim që s'do ta bëj kurrë të ndihet vërtet i lirë. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen, kush të dojë mund të bëjë dhe komentet e tij, por ajo që lutem është të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që e her pas here. Dhe në videon tjetër, mirë takofshi.